Sa i përket buxhetit, mos e keni betar që kom treguar. Ku zje qeveria vijuna, më kanë shpall milioner. Merrni, lexoni. Pse po vuni për pare, bre. Zvona me vujt për pare. Po edhe me sa diune, nuk kanë gjana i herë që ndonjë qeverie, përfshirë këta mos me edhon të hollat, me i gjetë ku janë e kus janë, ne e dim një gjendje që është tash, po ato gjendjen edhe prej kursimeve, prej rezervave të shtetit, po për zgjedhje, sepse është thelbi. Nuk do të ketë institucione nëse s'ka zgjedhje, prandaj gjendën mjetet. Kjo ngritja e shqetësimit për mjetet është. A e sa me thonë dhe shka dhe mja qitë qeverisë, do të më mshue. Opozita do të më mshue, qeverisë mirë është më mshue. Kurse, tash, ndësë mos kene i pyetje. Më nëse ka pyetje i përgjithë. E dyta, vërtetën e kam tash, janë 3.700.000 që janë kërkuar për tërgimin e postës jashtë. A e të lojmë këto krejtonash, kolega po thot para gjykim, na po para gjykojmë dhe e marëm si të mirë qenë se është para gjykim. Mirë po, ky para gjykim duhet bazohet dikon. Dhe më thonë, s'po kone dhe kolega nuk kemi diskutu, po s'ka thonë që e këm pa ondër. Po është realitet. E kemi marë 2 konfirmime nga postat që është pak problem me i dërgu këto fletvotime. E dyta, po vjen shumë vonë, që po shtyshme, një data, një kënej, pëngushtojshme, për sëri, dhe më thonë, ka me qenë shumë vonë dërgimi. E treta, me gjasë në kanë thonë edhe posta, është fund viti, edhe ka ngarkes të madhe, për shkak krishtlindjeve, a kërshëndellave të shpiqunëse, për shkak të vitit të ri, ngarkesat janë të mëdhaja, është e pamundur, na kanë thonë, para gjykimi e em se fletvotimet nuk ju arrin votuesve, është i bazuar mbi këto 2 me thonë mashtrimet sekretariatit, s'janë se kanë marrë letra, ju kanë dërgu, kanë marrë letra. Që i kanë shpallë zjerë të dosh me menu datën. Po e ke fjallë, jo, valla na vetë vendosja, po jo, mirë është, ani, do diskutim, na vetë vendosja. Në ligjet është që janë vitirit. Ja, tash mos më tërprej ka dherë, unë po du me folë, ti po du me folë. Folë urdhrohën e nalla. Po, 28 dhjetore ne kemi caktu na vetë vendosja, sepse kemi mendu që i vinë mërgjimtarët, me shumicë votojnë për vetë vendosja. Po është e qartë, po aty kanë vendosë. Veç, unë e kam një problem, po ngritë çështje përse atë ne nuk vendosim. As unë, as tis kemi vendosë për 28 dhjetore. Edhe po do me ngritë me qitë një guri, E vërtet. Apo? E vërtet. Se e kaloj. Suni shkelëm rregullat e ligjit tash për shkak të 28 nëntor. Sune kalojmë ato. Atë guri e ka qitë dikush tjetër e ka vendosë, ne nuk mujme, na mujme me vendosë për gurë që i qesim vetë në rrugë me i keqë. Dalë, mja mundësu njerëzve me votue, me sa po shoh, është, dhe më thonë, qëndrimi që do mjetët duhet me i hargju. S'ka problem, dhe më qeveria ka me edhe, se ka qare pa edhe. Po, me i hargju që do mjetët edhe efekti me qenë gati zero. S'kisha pas qef me qenë zero, bile 1-2 vetë me quë fletvotimi kisha pas qef. Mirë po, si shduket ka me qenë shumë me ngarkume. Sekretariati ka propozue, tash edhe kjo alternativa, loja me alternativa s'po më qenë. Kur nga një herë e kundërshtojmë na rekomandimin e sekretariatit, këceni do, e pse sekretariati është kompetent, ju s'kini drejt me, bile edhe Bzapi ka thonë, KQZ-ja nuk ka drejt me i refuzu rekomandimet e Bzapit, sekretariatit. Bile as antarët e KQZ-s nuk janë legjitim për me i refuzu. Mërë me Bzapit, gjykatës të Republikës Kosovës. Po jo Bzapit, gjykata supreme ka vërtetu këto. Dhe më thonë, ka bo konstatime të kundërligjshme, a nuk ka dhonë përgjigje
pse janë jo kompetent, ose pse nuk mund. Po aje si do qoftë. Prandaj, une tash, sinqeresht, ka pak ty kesh, mos po them ty ngjesh, po ty kesh, përsëri kisha kërku pe kolege me rishikue, me dëgju edhe njerë sekretariatin, qysh mujnë, mja mundësue, gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, tash ata që jetojnë jashtë, votimin e sigurt duke e heq rrezikun dhe frikën nga humbja e integritetit. Se kur me dëgjoj këtë fjalën integritet, jam t'ju rqedh pak, dhe më thonë se zdi pse po flitet. Kush po flet edhe pse po flet për integritet. Po qysh mujmë, jam mundësue me siguri votimin të realizimin e drejtës kushtetuese, me shpreh vullnetin e tyne, me edhe brenda procedurave që i kemi ne, ligjeve, rregullore, edhe ai votim me qenë i sigurt qysh ju keni propozu. Prandaj ju propozoj, mos votojmë diçka, dhe më thonë, për cilë jemi të sigur që dhe më thonë, humbi këto mjete, 3.700.000 euro, efekti ka me qenë zero, ky diskutim ka më këthy përsëri këtu, pas rezultate, na pas marrjes ose mos marrjes së fletvotim, ne kemi me diskutu me hap këtë çështje. Nëse vinë shumë, keni me hap, ju keni me na thonë, këshërne, ju e keni pas paragjykim. Veç nëse vinë shumë pak, nga ato që i dërgojmë, ne kemi me hapun, ku me thonë, kolega u knaqë, këshërë, i kemi dhonja 3.700.000, pe tyne kanë ardhë një 200-300, edhe tjerat kanë shkue për vitej. Faleminderit, unë se votoj pikës.